Fieri ka qenë ndalesa e radhës te kreu të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Gjatë takimit me banorë të fshatit Hamil, Basha shpjegoi planin e tij ekonomik dhe mënyrën se si do të implementohet nëse Partia Demokratike vjen në pushtet. Unë s'vi me premtime. Ne vim tu me një plan ekonomik që na është dash 2 vite ta hartojmë, pasi kemi parë gjendjen terren, pasi kemi parë problemet reale, mundësitë reale për të dalë nga kjo gjendje. Pasi e kemi konsultuar me ekspertët më të mirë të fushave, edhe të bujqësisë, edhe të blegtorisë, dhe pasi kemi marrë vullat e ekspertëve më të mirë të ekonomisë në Gjermani, në Europë, këshilltarët ekonomik të kancelarës gjermane. Ky është një plan që funksionon në integritetin e tij. Qëllimi, rritja ekonomike, punësimi, mirëqenia e njerëzve. Edhe në Fier, Basha akuzoi Ramën se në 4 vjet qeverisje nuk mbajti asnjë premtim dhe vetmja gjë që u ofroi fierakëve ishte braktisja. Premtoi mbështetje për bujqësinë, naftën pa aksis, inputet bujqësore, uljen e taksave për 97% të shqiptarëve, rritjen e rrogave, etj, premtime pafund. Sot mas 4 vjetësh vjen dhe nuk flet më për premtimet e para 4 viteve. Asnjë fjalë. Tani vjen me premtime të tjera. Por në fakt, gjëja e parë që njerëzit gjykojnë është çfarë bëri këto 4 vjet. Çfarë bëri për ju? Pas ka ardhur Panariti këtu dhe thotë s'kisha fonde. Gënjen. Shteti ka harxhu këto 4 vjet 16 miliardë euro. Vetëm për fishek zjarret në hapjen e sheshit Skënderbej, mbrëm, janë hedh qindra mijëra euro, midis 200 dhe 400.000 euro. Ja pra që legët i kanë. Po legët i bëjnë palma, legët i bëjnë pllaka, legët i bëjnë fishek zjarre, legët i bëjnë fasada. Në vend që ti sjellin e ti bëjnë ndihmë për fermerët, ti sjellin e ti bëjnë investime për infrastrukturën, tapin vende pune si në fshat ashtu dhe në qytet. Është e mundur, sigurisht është e mundur. Kreu Demokrat është shprehur se shumica e shqiptarëve duan të largohen nga vendi, ndërkohë që Rama premtoi 300.000 vende pune.